por a është kthyer protesta tani në një pikë ku mungesa e një koke po bën që të dalin shumë individ dhe sa mund të zgjas kështu. Pra ka nevojë të strukturohet, ka nevojë të ketë një artikulim më të qartë, apo pra përveç ankesave dhe kërkesa përveç dorëheqjes së Ramës, të ketë dhe kërkesa të tjera konkrete, apo largimi Ramës, dorëheqja e Ramës është kushti pa negocueshëm dhe pastaj flasim. Do të thotë si duhet të organizohet që të arrijë qëllimin. Pranvera, për sa kohë njerëzit vinë në shesh, nuk ka ulje numrash, strategjia shumë e bukur. Po demaskon çdo ditë më shumë nga një skandal. Jo pat sot, jo pat komisionerëve e Bashkimit Evropian, që ishte gojë mbyllur. Më para na jepnin detyra shtëpie, duhet luftoni korrupsionin, na vinin edhe në Tiranë, na vinin në aktivitete. Na tregoni dhe që po ishim popull që e kishim korrupsionin në gen. Po, ne sot kemi arritur atë standard, sa po i themi atyre a do reagoni. Po i tregojmë atyre detyrat e shtëpisë. A kupton çfarë ka arritur kjo protestë? Pra, kjo protestë ka arritur atë që në 36 vite ndoshta nuk e kemi arritur, ose kemi tentuar, por nuk e kemi arritur. E para njëherë ka heq frikën, njerëzit s'kan frikë më. Unë shikoj, kam takoj njerëz në administratë. Nga administrata që janë aty? Unë kam bajt në protestë edhe me njerëz në administratë. Nuk kam pasur ata probleme me vendin e punës? Nuk duat ja di, thot. Dhe bugra këtu është pikërisht roli i SPAK-ut. SPAK-u ka futur frikën institucionale. Më para, kur ndodhin protesta, sikur se ishte 2018, fuqia e këtyre 3 partive, dhe se mos 2 partive kryesore, ka qenë shumë e madhe. Dhe atyre jepte urdhër dhe drejtori nuk donte t'ja dinte dhe thoshte nëse ti në shkon nesër në protest, je i larguar nga puna. Kurse sot, po të shikosh mesazhet e drejtorëve dhe institucioneve janë shumë të kujdesshme. Ne sugjerojmë mos shkonin protest, por është në vullnetin tuaj. Ai kuptonin ndryshimin. Po këtë sugjerimin e bëjnë? Po sugjerimin patjetër se nuk ka asgjë të keqe, në sensin institucioni duhet punojë gjithsesi, mund të ketë edhe arsye politike, po ai kuptonin ndryshimin e kulturës dhe përgjegjësisë dhe çfarë ka bërë SPAK-u. Pra është emancipuar shoqëria, po unë them kam me pedagog kam shkuar, me njerëz që punojnë në sport dhe në institucione të ndryshme që edhe i takoj dhe thonë ka ardhur një pikë që edhe po të meshin nga puna nuk duhet t'ja di. Plus e bukura që ka rritë sistemi është që s'kan dhe më këtë punësojnë, se kanë ikur. Dhe kjo është, shiko, shteti shqiptar... Edhe me Filipinez nuk e mbushin dot administratën. Edhe nëse do sjellësh dhe të huaj, kërkon shumë kapacitete, se duhet i edukosh, duhet i formosh sistemet. Nuk kemi akoma gati. Nuk i kanë llogaritur mirë punët, se kështu është kur nuk merr ekspert. Siko, duhet kuptojmë që edhe unë kam ato 10 ditë kur isha zëvendësministër, se unë e pash... 10 ditë ishit ju? 10 ditë u largova. Unë 10 ditë dhe dash dorëheqje. Mendova se kishte qenë kohë pak më gjatë. Këtë shuplak që shoqëria po jep sot, unë e kam dhënë, e pash gjithë shkatrimin, e pash në ato 10 ditë. Do ma tregosh pasi të shpjegosh këtë çfarë ndodhi në 10 ditë që të detyroj, po ma përfundo logjikën e kësaj. I gjithë sistemi aty u ndërtua, Edi Rama dhe gjithë sistemi politik, sidomos i 15 viteve të fundit, u krijua përmes propagandës dhe shfrytëzimit të mediave dhe rrjeteve sociale. Pra i gjithë vlera e shtetit ishtin pëlqimet dhe shpërndarjet në si thua platformat sociale përfshirë këtu televizionet. Dhe unë kujtoj për shembull rastin kur isha zëvendësministër që mbledhja ime e parë, takimi i parë që u bë për si që isha unë zëvendësministër, ku ishin gjithë ministrat dhe zëvendësministrat, ishte pikërisht suksesi i çdo ministrie. Dhe suksesi ishte një tabelë me sa pëlqime, sa shpërndarje kishte. Jo, nuk ka mundësi. Po, në çdo platformë. Dhe më kujtoj ka qenë një orë e gjysmë fjalimi i kryeministrit mbi një ministër arsimi që kishte marrë 2 pëlqime. Dhe u mor një orë e gjysmë se si është e mundur që një zëvendësministër të marrë 2 pëlqime kur ne kemi bërë një reformë kaq të madhe. Dhe rrinin ministrat dhe mbanin shënime sa pëlqime dhe like nga tabela. Kjo ka qenë realiteti ku unë aty jam. Dhe kështu e ndërtuan sistemin, dhe e bukur është ndërtuan një shoqëri që sot... Nuk diskutoj aty realisht për problemet të qeverisjes... Mos ka qenë vetëm një nga mbledhje, se s'ka mundësi. Fjala e kryeministit ka qenë e tillë. Përveç se u mor një orë e gjysmë, ka thënë, duhet të shtojmë fuqinë e pëlqimeve dhe lajkeve dhe shpërndarjeve, sepse ne kemi një armik, dhe armiku po na sulmon gjithmonë. E shikon sot si thot? Njëri na bën grek, e besonte realisht? Njërë na bën ku dëgjon Taliban, kjo do thotë që ka probleme kryeministri jonë, që shkojnë për te individit që nuk më takon mua t'i flasë në këto momente. Dhe shoqëria ka nxjerrë